Si mund ta fitojmë kënaqësinë e Zotit xhaleshanuhu? E para dhe është piknisja gjithçkaje. Ta adhurosh Allahun xhaleshanuhu të vetëm dhe të ndjekësh rrugën e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam me shpirt e me zemër. Ai i cili thot la ilaha illallah, e dëshmon nga zemra dhe e pranon me gojën e tij, e shpreh me gojën e tij. Ai kur nuk mund të adhurojë dhe nuk mund të t'i falë adhurim dikujt tjetër përveç Allahut xhaleshanuhu. Ai që thot Muhammedun Rasulullah me shpirt e me zemër që ditën që e ka deklaruar, nëse nuk e ka kuptuar tamam, atëherë ta kuptojë se kjo shprehje do të thotë që unë zgjedh si profetin tim dhe modelin tim Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam, atë që Zoti e dërgoi me më tregu rrugën se kush është rruga e suksesit në këtë jetë. Dhe ditën që do të dalim para Allahut xhaleshanuhu të jetë i fituar, ta di se është e sigurt me lejen e Allahut xhaleshanuhu. Shkaku i dytë me cilin fitohet kënaqësia e Zotit xhaleshanuhu. Thot Enesi radiallahu anhu, kam dëgjuar profetin alayhi salatu wassalam, kush ndahet nga kjo botë me sinqeritet të plot në zemër për Allahun xhaleshanuhu, me namazë dhe me zekat, pra ai e ka fal namazin dhe e ka dhënë zekatin e pasurisë tij, është e sigurt që Allahu xhaleshanuhu është i kënaqur prej tij, pra është ndal nga kjo botë dhe Zoti është i kënaqur me të. E treta, kujdesi edhe për kushtimin ndaj namazit. Wadhkur fil kitabi Ismaila innahu kana siddiqan nabiyya. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati wa innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiya. Përkujtoje Ismailin në librin e Allahut xhaleshanuhu. Ai me të vërtet ishte njëri që mbante premtimin dhe ishte profet i dërguar. E ai e porosiste familjen e tij gjithmonë për faljen e namazit. E ai ishte prej atyre që kishte fituar kënaqësinë e Allahut xhaleshanuhu.